Në ndërkohë, derisa po flet doktoresha, unë e lusë thafin e naturoterapisë me manis në kolagen matcha, se pas në fund, pas në edhe pak. Këtë kolagen matcha, sa herë në ditë mund të përdorin? Kolagen matcha përdoret një herë në ditë, 8 gram, po një lugë e mesme, 8 deri në 10 gram. Këtë mund të shtojmë në ujë, të përzim, mirë po mund të qesim edhe në gjellë, mirë po tash si trend është bërë në smoothie të ndryshme të cilat i përdorim, për shembull me fruta me perime të ndryshme, mirë po edhe me tërshër, për shembull me ujë në blender, me matcha është edhe ngjyra interesante edhe do me thonë është një pije shumë adekuate, një pije natyrale së pari, sepse ne të gjitha pijet për shembull në ditën e sodit janë me ngjyrosës artificial, janë me konzervancë të ndryshëm, kështu që është më mirë ta prodhojmë, si të themi, ta përgatitim vetë në shtëpit në kushte shtëpiake ose në vendin e punës, një pije me matcha për shembull, me tërshër, pak ujë, matcha, ndonjë gjysmë banane, diçka ose ndonjë perim çfarë e kemi të disponueshëm kështu me radhë.